Atëherë, histori ushtarake unë kam shumë përvojë mirë në forcat e armatosura. Histori ushtarake kam nga emocionet deri në hidhrime, që do të thotë ditën që unë ika për mision luftarak u martot në motra ime, edhe 7 ditë në misionin e fundit, misionin e 5, 7 ditë mbasi u largova nga shtëpia, më vdiq babai. Gjithmonë në misionet paqëruese ose luftarak, gjithçka unë kam gjetë një atmosferë shumë të mirë me kolegët edhe varësit, që i përshëndes nga emisioni juaj, i uroj suksese kudo që të ndodhen. Atëherë në misionin i përshtyllojmë, misionin kam qenë në Irak, në Afganistan edhe në Bosnjë Hercegovinë. Çdo mision ka detyra dhe vështirësitë e veta dhe sakrificat e veta. Që do të thotë, misionet në Irak ka qenë shumë të vështira, patrullime për qytet, ka qenë gjithçka luftë. Që do të thotë, kemi mbrojtur njëri tjetrin, kemi patur, domethënë, ushtarakët kush e njeh ushtrinë, do të thotë që njëri tjetrin do mbështesim në situata të ndryshme, ka patur momente të mira, por misionet janë shumë të vështira. Por ja kemi arritur me sukses të kryejmë misionet luftarake. Kalojmë te misioni në Afganistan. Misionet në Afganistan janë krejtësisht të ndryshme. Unë kam qenë në qytetin Shindat, janë vargmalet Torabora, kur gjithçka atje është si kretë ndryshe nga klima edhe njerëzimi, pasi atje popullsia nuk është e zhvilluar si në Europë, kanë gjëra tradicionale, edhe do të përshtatesh gjithmonë komunitetit afgan. Edhe misioni paqërruajtës në Sarajevo, Bosnjë Hercegovinë, kam qenë në kuadrin e NATO-s. Kemi patur ato përshtatjet si vende ballkanike, por gjua ndryshme, ku kemi kaluar shumë mirë, kemi kryer me sukses detyrat.